i bjen që kemi shpenzime enorme. Me këto mjete financiare të cilat po detyrohemi të derdhim në gjyrëllogaritë e KSZ-s për të organizuar dhe mirëmbajtur procese zgjedhore demokratike, do të kishim pas mundësi të ndërtonim spitale që janë shumë të nevojshme, shkolla, qerdhe, ndonjë infrastrukturë rrugore dhe të tjera me radhë, dhe jo të vim në këtë situatë ku për shkak të polarizimeve ekstreme politike, ku kompromisi shihet si dobësi, jo si përgjegjësi, ne detyrohemi që të organizojmë zgjedhje çdo 3 muaj ose çdo 6 muaj, varësisht nga disponimi i këtij spektri politik të papërgjithshëm në Kosovë. Pra Kosova, sa për sa ndodhet në një periudhave më të gjata të pasigurisë institucionale që nga pavarësia. Shpërndarja e kuvendit dje, dështimi i formimit shumicës në vazhdimsi që 10 muaj dhe vendimet e gjykatës kushtetuese që anulonin procedurat e këtyre politikanëve të papërgjithshëm tregojnë që jemi duke shkuar buzë gremines. Jemi duke i shkatruar të arriturat e këtyre 25 viteve. Jemi duke i prishur, duke i dobësuar aleancat të cilat i kemi ndërtu me mund të sakrificë, ndër shumë gjenerata për të mos thënë në shekuj. Dhe vim në një pikë ku egoja personale dhe e interesave të partive këtij spektri politik na bëjnë që të vim në pikën zero, ku ndoshta do duhet të ndërhyjnë po ata aleat, po kjo bashkësi ndërkombëtare, e cila ka ndërhyrë në 1999 për ta çliruar Kosovën nga Serbia dhe për t'i dhënë shansin që të ndërtojë një shtet demokratik, themelet e cilit i kishim vendosur në kuptimin pozitiv të fjalës, bashkë me këta aleat, dhe sot, pas 25 viteve të lirë dhe pas rreth 20 viteve gati si pavarur, vim në një moment ku çdo gjë është afër gremine dhe rrjedhimisht shkojmë çdo ditë prej zgjedhjesh në zgjedhje, prej egos në ego dhe në pafundësi për të dhënë zgjidhje një herë për gjithmonë dhe për të stabilizuar Kosovën në aspektin kombëtar dhe në aspektin ndërkombëtar, pas çka është shumë e nevojshme. Qartë. Presidenti caktoi datën 28 dhjetor, që është kërkuar nga lëvizja vetëvendosje, nga lista Guzo dhe nga Alternativa. Sipas skeptikëve, presidenti mban anën e vetëvendosjes, meqense kjo ishte një datë e kërkuar nga ajo. Sa qëndron sipas jush ky pretendim? Nuk dëshiroj të bëj avokatën e presidentes, por gjithsesi që këto aludime edhe mund të qëndrojnë nga arsyeja dhe fakti se si ka ardhur në presidencë Zonja Osmani, por gjithsesi unë besoj që nëse deri në 28 dhjetor ish opozita nuk arrin të bind popullin, këtë opinion publik, elektoratin e vet dhe për te elektoratit vet, se zotri Kurti si i vetëm me qeverisë është shumë i rrezikshëm për vendin, dhe duke mos pas mundësi me qeverisë si vetëm, ju e shihni se në çfarë gjendje na ka lënë që 10 muaj në Republikën e Kosovës, atëherë nuk duhet t'i vëhet faj as presidentes, sepse e caktoi këtë datë, sepse nuk e caktoi atë datën tjetër, gjithsesi që kjo mund të jetë një datë e dakorduar, e para akorduar dhe para diskutuar me në fakt në ndërmjet presidentes dhe kryeministit në detyrë të Votietit Kurti, por kjo duhet të faktuohet. Por menimi im është që në vend se të ngarendin për ta faktuar se a ka koordinu presidenti atë datën me partinë vetëvendosje dhe me aleatet e saj, apo jo, partitë e opozitës duhet të ngarendin që ta bindin popullin, qoftë ato brenda Kosovës, qoftë trupën elektorale që e kemi edhe në Kosovë jashtë kufive gjeografik në diasporën tonë, që Kosovës i vyn një spektër parlamentar i cili është koheziv njëri me tjetrin përkundër fushatës elektorale, që në momentin ku përfundojnë zgjedhjet, votimet dhe dalin rezultatet, duhet të bëhen të gjithë në një gojë që të ndërtojnë institucione të qëndrueshme për shkak se këta ka nevojë Kosova dhe duhet t'i lënë anash egot e tyre dhe synimet e tyre partijake, politike, personale
dhe duke ndrydhur ato nevojat të cilat i theksova pak më herët që i ka Kosova. Pra nuk duhet të shtyhemi, nuk duhet të shpenzojmë kohë duke u shtyrë njëri me tjetrën se kush me kë u akordua për datën, por duhet me që na ndodhen këto zgjedhje, me që erdhëm ne në momentin kur tash të shpallin zgjedhjet, duhet të ngarendin që të bindin popullin se ish opozita janë ndryshimi, kohezioni, të cilët mund të ashtyjnë përparën Kosovën demokratike dhe Kosovën integrume, e jo që të vazhdojnë të mbështesin një model i cili edhe për 5 vitet e qeverisjes na ka mbajtur të izoluar, të mbyllur në ftosësi të plot me aleatet, por edhe për 8 muaj duke dashur mi realizuar këtë detyrë politike edhe konceptuale, na lanë në ngjarje institucional në një krizë kushtetuese, të cila, siç e thash më herët, nuk është pa për së shpallë pavarësia.